Mirëmëngjes i dashur publik, mirëmëngjes adhetar shqiptar e patriotat vërtet, jo patriota me bateria që veç nëse ka diçka me plaçkit Kosovën, janë patriot për ta. Po nëse s'ka kur gjë me plaçkit ma, fillojnë edhe dojnë me kall, e dojnë me ashti flakën, e madje, çdo patriot që vepron për shkputjen e Kosovës nga Serbia, këqyrin me etiketu me anat e mu, sikur na e fan misionari i Serbis. Jo, zoti Haradinaj, matrapazët maskarenj, të cilët milioner janë bërë në darket pa brek kanë qenë në mesdit, nuk mund të vendosin se kush është patriot në këtë dhe e kush nuk është. Maskarenjt e pa brek në mëngjes e milioner në dark të tillë, po dhe sikur ti, zoti Nasim Haradinaj, nuk mund vendosin se kush flet për këtë këmbë. Maskarenjt të paftyr e shpirtlig, sikur ju, zotni Nasim Haradinaj, të cilët dalin edhe bëzajnë e britin në për studio televizive që janë të regjistruara me certifikata të Beogradit në përputhshmëri të plot me kushtetutën e Serbisë 27 vjet mas luftës, nuk munden me vendos etikën edhe moralin patriotik e kombëtar. Maskarejnë sikur ti, zotni Nasim Haradinaj, që i mbështet strukturat vrastare që e kanë vra themeltarin e ushtrisë e lavdishme çlirimtare të Kosovës, e që e kanë bo puqin, e që e kanë marrë atë ushtri çlirimtare drejtimin e saj për me kapitullu e me i dorëzu armët mas luftës armikut, e madje me i vra veprimtarët e liris, e me i vra gazetarët, e me i vra intelektualet shqiptar, nuk munden me vendos moralin se kush na qenka advetar e kush nuk na qenka. Se ju, zotni, keni qenë advetar e dëshmon fakti që ju keni qenë pjesëmarrës e luftës e lavdishme çlirimtare. Dhe për çdo luftëtar të asaj lirie, të denjët, sinqert, kemi respekt dhe i përulemi si çdo njeri i këtij kombi. Por për maskarenjt, matrapaz, shpirt ligë të pa shpirt, të cilët pas luftës janë pasuruar mbi gjakun e dëshmorëve, mbi simbolet e lavdishme të ushtrisë tonë çlirimtare, dhe pastaj kanë heshtur kur veprimtarët e lirisë, e luftëtarët e lirisë, e gazetarët, e intelektualet janë vrarë pabesisht në agimet e mëngjeseve të mesnatave. Ne nuk kemi respekt dhe ky kom nuk mund të ketë respekt për asnjë moment. Prandaj, rrëdheni gojen, paloni aty ku i takoni, paftyrësisë e turpit, sepse të na dilin në për ekrane, me piskama e me kërcnime, nuk do t'i bëni gjë këti kombi, por veç se do të vazhdoni të thelloheni në turpin tuaj dhe ortekun e paturpsis dhe shpirtligësis tuaj. Ju nuk jeni askush, i zoti Nasim Haradinaj, të dilni e ta kërcnoni këtë këmbë, që nëse feston për drejtësi, do të digjet. Jo, zoti Haradinaj, ju rastësisht u pyetet nga gazetari Vullnet Krasniqi në ekranin televiziv të Klan Serbis. Pse s'po e kallni Serbin me që po thoni që gjykata e Kosovës qenë ka gjykata Serbis dhe ju këcyt të hemoroidet? Pa më thuni, zotni Nasim Haradinaj, a ju kanë kap hemoroidet? A është kjo arsyeja pse ju po piskasni në për rrjetet televizive? Apo është trishtimi që Kosova ka hartuar një ligj i cili do ta konfiskoj pasurinë e pajustifikueshme, prandaj kërkoni kthimin e maskarenjve plaçkitës që e plaçkitën Kosovën për 20 vjet rresht. Apo ku e keni hallin? Ku e keni hallin, zotni Haradinaj? Thuajeni, bëhuni sinqert, se tingëlloni me qenë si një burr sinqert. Interesant, pa ta shohim se çka thot për juve vet njeriu, pom aq maskara sa jeni ju, Hashim Thaçi, kur e themeloi gjykatën speciale të Kosovës në Hag, e që ju po e quani gjykatën e Serbisë. Po unë ju kuptoj kur ju i thoni gjykatë e Serbisë. Ju kuptoj, sepse ju thellë në shpirtin tuaj
e trajtoni Hashim Thaqin si njeri të Serbisë dhe si njeri që ka punu për Serbinë, sepse e vërteta e hidhën zotni Nasim Haradinaj është po dhe kjo, se zoti Thaqi është rekrutuar nga shërbimi sekret francez sipas gjetjeve tona ulëmtuese dhe pastaj e ka përmbytur, i ka bërë puç themeltarëve të vërtet të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke kapur shtabin e përgjithshëm dhe pastaj duke nisur ortekun e rrugës antikombëtare, duke vrarë luftëtar të lirisë, gazetarë, intelektuale, patriot të tjerë, gjatë së cilës periudhë edhe ju keni qenë dëshmitar dhe jeni fort mirë i vetëdijshëm. Ta shohim se çka thot ai për ju. Kundër që pa mundson themelimin e kësaj gjykate, Kuvendi i Kosovës, apo ata që kanë votuar kundër, kanë bërë dëmin më të madh aktualisht që mund t'ia bëjë dikush shtetit Kosovës. Ne do të procedojmë më njëherë përsëri dhe unë kam dua të shpresoj në guximin qytetar, në përkushtimin kombëtar të njerëzve që të votojnë dhe deputetët kanë legjitimitet qytetar për të marrë vendime në interes të shtetit. Ndërsa Asuesit e opozitës të cilët gjatë gjithë kohës kanë kërkuar që mos të votohet përmimi i gjykatës speciale, u shprehën të lumtur për betejën e fituar në kuvend. Zotni, sipas Hashim Thaqi që ti jetu e mbrojt, ti jetu i bo vanet shumë keq, dëm të madh. Dhe për me ta kujtu, kur po thoni gjykata është e Serbisë, që një identifikoni kush janë shkijet që po flasin qëtë video. Çfarë do votimi në Kuvendin e Republikës Kosovës për këtë gjykatë të veçantë është çek blanko, sepse ne nuk i kemi materialin e nevojshëm e të mjaftueshëm që të dimë se çka do të votohet. Në fakt, ata që votojnë për nuk e dinë se çka kanë votuar. Vota e vërtet është vetëm vota kundër, si vot kundër imponimit dhe jo transparencës. Edhe unë ndaj mendimin se do të kishte qenë shumë më mirë që ky proces të zhvillohej në vendin tonë këtu në Kosovë. Që ne të kemi zotësin të zhvillojmë drejtësit pavarur dhe gjykimet pavarura. Por për fat keq, dështimet e shtetit ligjor në shumë raste kanë ndikuar të humbet besimi i komunitetit ndërkombëtar se këtë proces mund ta zhvillojmë në vendin tonë. Ju ftoj gjithë që të votoni pro themelimit të gjykatës speciale. Faleminderit shumë. Të kanë votuar 82 për 5 kundër, 1 abstenim. Konstatoj se Kuvendi mirëtoi Parlamentin numër 24 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Tribunali apo gjykata e veçantë nuk bëhet sikur ky kryeministri i Kosovës të mos donte ta të bëjë. Por Thaqi po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. Nëse ka ndonjë mik ndërkombëtar që mund të ndihmojë Kosovës, do ta bënte këtë duke i treguar kryeministrit që edhe ky vetë do të përfundojë. Se po ti thuhet kryeministrit Kosovës që edhe ky vetë përfundon aty, s'ka tribunal. Por shpresa e këtij që ky vetë s'përfundon, por shokët e tij shkojnë, thotë e kemi një farë sfide të mëdha që duhet të përgjigjemi me përgjegjësi. Kjo është edhe turpshme, përveç se e padrejtë. Procesi gjyqësor ka nisur që në prill të vitit 2023. Me 16 prill të këtij viti, zyra e prokurorit special njoftoi se kishte përfunduar paraqitjen e provave kundër i shkrerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët janë në pritje të gjykimit. Shpresoj që i morët vesh faktet, të cilat edhe ju i dini fort mirë, e mos u gdhëllni në për ekranet televizive të strategjive editoriale të Beogradit që e kanë mbështetur edhe agresionin e Serbisë gjatë ngjarjeve të shtatorit vitit 2023. Dhe ju vetë, zoti Haradinaj, ju vetë keni quar në për publik, në për konferenca, dosje të vjedhuna për shërbimit sekret Serbisë, dosje të vjedhuna e cjelluna për Radoqedxheve. Marrë du të me ardhë. Marrë du të me ardhë. Marrë du të me, po ju nuk keni marrë. Ju jeni të paftyr, por edhe jeni shpirt lig, se duhesh me kanë shpirt lig, me dale me i kërcënu familjet e veprimtarëve shqiptar të vrarë nga ndërmarrja për bashkët kriminale. Marrja e marrës e pamarrës.